Urime të gjithëve fitoria e madhe vetëvendosjes. Ardhën vetëm për zgjedhje, për vitrin do t'jem mbrapa atje, vetëm për këtë festë kemi ardhur. Në këto momente po ju shoh që jeni kogja i emocionuar. Jena edhe ashtu dhe të jena mazi, në ora 11 të kollum krejt. Urime të gjithëve. A mundesh më na tregu ç'ish po ndjeni pas fitores së lëvizjes vetëvendosje? Ne jem shumë i gëzuar edhe në ardhët për Evropë, për Belgjike, këna udhëtue me 3 makina këna ardhën, vetëm për zgjedhje, për vitrin do t'jem mbrapa atje, vetëm për këtë festë kemi ardhur. Do me thonë vetëm për me votuar Albin Kurtin keni ardhur. Vetëm për Albin Kurtin na. Përshin nga do të shko diku ka 60-65% aty kena. Jem sigurt. Pra mendoni që rezultatet përfundimtare do ta kenë këtë 60-65. Aty do t'jena, s'ka ndryshim. Çka kishe pas me ju thonë ish partive opozitare në këto momente? Me plan programin e tyne janë total gabimisht. Do të nëndru plan programin, do të nëndru synimet e tyne konta bandesnje që bojnë, do të me punu për poplin, do të minon hajnit, do të minonën ranat, do të me punu për popull. Qofse punojnë për popull, mandatin tjetër do të kthehen, por për nëryshe, së të marrin kur vota, do të ikin edhe ma poshtë. 3 arsye pse keni votuar Albin Kurtin? 3 arsye. Premtimet, cilat i ka dhonë, i ka përbush. Mitrovicën, 17% territor të Kosovës e ka kthy mrena. Ai nuk bashkon me listën serbe, ai nuk bashkon, ai e don Kosovën të pastër, e don Kosovën me shqiptar me sunue. Jo, më na zgjedh neve parlamentin e Serbia. Na jena të vetëdijshëm, na jena shtet, na e kem flamurin, na e kena territorin, na e kem kryetarin, edhe na do të jenë të vetëdijshëm të bojna edhe shtetin çish na takon. Në këto momente po ju shoh që jeni kogja i emocionuar. Jena edhe ashtu dhe të jena mazi, në ora 11 të kollum krejt. Jemi arpej Mitrovicës, jemi punëtor në diasporë për Gjermanisë. Do me thonë keni arë për Gjermanisë me votu për Albin Kurtin? Jena arë vetëm për me votua për vetëvendosjen, i dëshirojmë një sukses edhe 4 vitet e ardhshme, i dëshirojmë një punë më të mbarë. Besoj që është për të mirën e shqiptarëve, besoj është për të mirën e shqiptarisë, nuk ka veç edhe për të Kosovës. Është një fitore shumë e madhe, edhe urime të gjithëve fitoria e madhe vetëvendosjes. Sa pjesë që do të shkoj përqindja e lëvizjes vetëvendosje? S'poku jena 50%. Exit pollet gjithmonë ja u ka ndonë atyne që se meritojnë fitoren. S'kena pritë së datë më të mirë për tyne. Urime të gjithëve. Hajde dhe s'me babet! A i pritet këtë rezultat të lëvizjes vetëvendosje? Qish japa, rezultat, qish e bati. Babet me babet! Ne kemi prit pa mira puna dikun të 53% që aty dikun besoj që e rrinë me mërgoj. Pra me rezultate përfundimtare po thoni që ja arrini 52%. 52% 100% e kemë sigurt. Në këto momente, çka kishit pas me ju thonë ish partive opozitare? Partive ishin opozitare, kisha mi thonë që ato kanë mushtu krejt. Jo veç ish partit, edhe analistat edhe krejt kanë mushtu ato. As të ljuftë në vetë mushtë të pic, në ato bin boba. Nëse kishit taku Albin Kurtin tani, çka kishe pas me i thonë? Oj, kisha thonë kur më të përshue, kur, edhe 20 vjetë me bojt, me odheq këtë